Lesha, akuza nga Durrësi për hidrovoret, për sistemin e kanalizimeve, të kanaleve të papastruara, të pa investuara në formën dhe mënyrën e duhur, dhe sigurisht prapa gjithë kësaj situate që ndron korrupsioni, përfitimet monetare që kanë marrë pushtetet lokale, sigurisht dhe pushteti qendror në koordinim me njëri tjetrin, sepse duhet ta theksojmë që këto sektor janë sektoret ku grabitet dhe vitet më shumë, sepse përdoret në mënyrë metaforike. Parat janë nën dhe nuk shihen dhe ai qytetari nuk e kupton fondin e disbursuar, projektin e realizuar dhe rezultatin e sheh vetëm në situata të tilla kur këto investime duhet ishin të gatshme, të ishin në funksion dhe të vepronin për të parandaluar këtë lloj situate që në një përkujdes të zakonshëm do ishte një situatë normale ditë dimri, ditë ftohta, ditë merreshje dhe që nuk mund të jepshin këtë pasojë përmbytje në një harë që është rrirë pothuajse në gjithë territorin e Shqipërisë. Dhe kjo tregon qartazi që zona tëra që nuk kanë qenë më parë rrezik për mbytje, për shkak të relievit, për shkak edhe kujdesit më parshëm nga njësitë vendore apo nga pushteti qendror, nuk kanë pasur probleme të tilla për vite tëra. Sot çuditërisht përfshir Gjirokastrën, përfshir Durrësin, përfshir zonat e jugut, janë në një gjendje që as nuk ishte menduar më parë. Katastrofë duket që nuk është natyrore, është katastrofë mungese qeverisje, kujdesi qeveritar, katastrofë korrupsioni që po shfaqet dhe çdo ditë më shumë, po del ai kallaj nga shiu i zakonshëm që ka rënë dhe sot preket ajo që është folur nëpër media, është denoncuar nga PD-ja që ky sistem korruptiv s'ka prodhuar të mira materiale për shoqërinë, për qytetarin, po ka prodhuar katastrofa, gjendje të tilla dhe edhe tani që duhet lëviz, mblidhet qeveria, nuk di, mblidhet për propagandë dhe nuk merr masën kryesore, që është ajo që kërkoi PD-ja, shpallja e gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Mos harrojmë një gjë që para disa muajsh është kërkuar shpallja e kësaj gjendje dhe për situatën e zjarreve. Po. Dhe qeveria përsëri nuk e ka bërë. Pikpyetja është pse nuk e bën. Pse nuk e bën? Sepse ndoshta këtu kërkon shmang përgjegjësinë, duke e inkluduar në atë që po ndodh dhe në vendet e tjera dhe është pjesë e asaj që po ndodh në rajon. Pjesa tjetër ka të bëjë me përgjegjësinë që ka pas shpalljes kësaj gjendje për t'ju përgjigjur dëmeve që i janë shkaktuar qytetarëve, sepse janë dëme monetare, për këtë me njëherë në ndërhyrje monetare. Gjë që qeveria nuk kërkon ta bëj, nuk e ndjen këtë lloj përgjegjësie, por mos thënë tu që megjithëse jemi në 2026, qeveria ka akoma detyrime ndaj qytetarëve të Shkodrës të papaguara për përmbytjet që janë shkaktuar përgjatë këtyre viteve që këta kanë qenë në qeverisje. Pra, në një anë papërgjegjshmëria për t'u përgjigjur kërkesës së qytetarëve dhe nga ana tjetër është edhe papërgjegjshmëria për t'i rimbursuar ata nga ana financiare. Dhe prandaj i hecet në këtë linjë. Ajo që më bën çudi është kjo pjesa e masave në afat shkurtër kohor